Tjetër që kasti aktorëve shumë i veçantë, prania e Viktor Zhustit, pastaj edhe aktorëve tjerë si Egla, si Linda, si Pierini apo Dana, edhe natyrisht formati ose koncepti i shfaqjes që vjen shumë natyrshëm në një dramë të njohur të Zellerit që është bërë edhe film, e që publiku mundet me kujtu edhe prej filmit, po që në teatr, në verzionin e tij origjinal, pra që ka qenë fillimisht, para se me qenë film ka qenë shfaqje teatrale, pra tekst dramatik. E kemi vënë skenë në Tiranë, në Teatrin Kombëtar Eksperimental në Tiranë, edhe e bën të veçantë forma se si kemi trajtuar me shumë kujdes idenë e demencës, sepse shfaqja flet për demencën, që një sëmundje që fatkeqësisht ka godit dhe po godet, po vazhdon godet një pjesë të madhe që është një sto, jo vetëm në Kosovë, pra në gjithë globin, e që është shumë njerëzore, është shumë intime si dramë, dhe ta shohim se si po e pret publiku jonë, publiku i Kosovës.